pas vendimit për të mos i hapur rrugë arrestimit të Belinda Ballukut dhe reagimeve të ndërkombëtarëve, a mendoni se kemi një përplasje të hapur mes politikës dhe drejtësisë në Shqipëri? Mendoj se jemi pikërisht në këtë moment, pra në një përplasje institucionale mes edhe me pushtetit ekzekutiv dhe pushtetit gjyqësor, është një përplasje e cila është e pritshme sa i përket momentit në cilin ndodhemi, pra një lloj maturimi që ka kaluar sistemi i drejtësisë në këtë 10 vjeçar dhe momenti kur përballet me njerëzit të cilët e kanë pushtetin. Qartazi, qeveria dhe Partia Socialiste në pushtet pra janë përpjekur maksimalisht që ta shtyjnë, le themi, këtë përplasje që me kalimin e çështjes në gjykatën kushtetuese deri në momentin kur në kuvend vendosën pra që të mos ja heqin pra imunitetin Belinda Ballukut. Është një përplasje e cila do dëshmoj shumë çka sa i përket le themi rëndësisë reformës drejtësi dhe nëse eventualisht do ta konsiderojmë si një reformë që ka arritur objektiven e vet apo ka dështuar. Shumë çka do përcaktohet nga ky moment, besoj. Sipas jush dhe lëvizjes bashk, përse Rama nuk ja dorëzoi drejtësisë ish-zëvendësen e tij? Po mendoj ka disa arsye sepse pra pse veprojnë ndryshe në rastin e Belinda Ballukut me rastet e tjera të qoftë ish-zëvendës kryeministrit, qoftë edhe disa prej ministrave apo kryetarit të bashkisë i cili ndodhen para burgim. Besoj se kemi të bëjmë me një zyrtar, le themi, të një rangu të lartë, po jo thjesht kaq, një funksionar që është kyç në skemën e funksionimit dhe të ushtrimit të pushtetit në Shqipëri. Dua të them këtë që shteti në Shqipëri sot nuk funksionon me hallkat e veta, me institucionet që kontrollojnë dhe balancojnë njëra tjetrën, por funksionon i gjithë pushteti pra buron nga kryeministri, në këtë rast nga Edi Rama, dhe gjithë struktura shtetërore është aty për të formalizuar atë marrëdhënie informale që ai ka ngritur ndër vite me qoftë me oligarkinë ekonomike, qoftë me botën e krimit organizuar. Dhe rrjedhimisht Belinda Balluku është një lojtar kyç në gjithë këtë skemë, siç kanë dëshmuar edhe të dhënat nga dosja hetimore, edhe le të themi përfshirja me dosjen e Akshit, pra. Dhe rrjedhimisht Rama ka dashur që duke mos ja hequr imunitetin të kaloj dhe të përçoj mesazhin të gjithë struktura rrotull pra se një person i tillë nuk mund të preket. Pra që skema mund të vazhdojë të funksionojë siç ka bërë në 3 mandatet e shkuara dhe pra le të vazhdojnë të firmosin, për ta thënë kështu, drejtorët gjithë këto leje ndërtimi apo këto le të themi afera të partneriteteve publik-privat. Dhe nuk do ketë pasojë sepse sistemi i drejtësisë nuk mund të arrijë deri në këtë pikë. Besoj se një arsye tjetër ka të bëjë me faktin që Belinda Balluku dhe gjërat për të cilat ajo akuzohet, pra akuzat që janë ngritur ndaj saj përfshin detyrimisht edhe vetë kryeministrin, se kemi të bëjmë me vepra madhore, kombëtare, infrastrukturore, pra për të cilat detyrimisht kryeministri Rama është në dieni, siç po them edhe një herë dëshmojnë edhe të dhënat ato që kanë dalë të paktën nga dosja hetimore. Dhe ndoshta një arsye tretë lidhet me faktin që Belinda Balluku ka dëshmuar që i është përshtatur jashtëzakonisht shumë mirë kësaj skeme të ngritur nga Edi Rama dhe le të themi ka dëshmuar aftësinë e saj për të grumbulluar vota, për ta thënë në mënyrë të thjeshtë, pra. E ka dëshmuar këtë në Dibër, në Fier, madje ajo u vendos edhe përgjegjëse fushatës së zgjedhjeve të pjesshme që pritej të mbaheshin në Tiranë në nëntor, pra të vitit 2025. Por që më pas u anuluan. Pra, një farë efektshmërinë e saj e ka dëshmuar. Dhe Rama edhe në fjalën që mbajti theksoi se jo vetëm që do t'i hiqte imunitetin Belinda Ballukut, por në zgjedhjet lokale të 2027-s ajo do drejtojë përsëri pranë qarkun e Fierit. Besoj se këto janë arsyet. Kryeministri Rama jo vetëm që e mbrojti Ballukun, por ngriti dhe dyshime mbi mënyrën se si po e heton SPAK. Si lexoni këtë mesazh politik ndaj institucioneve të drejtësisë? Mendoj se Edi Rama prej kohësh tashmë është në një përpjekje të vazhdueshme për të vënë në dyshim legitimitetin e prokurorisë posaçme dhe të sistemit të ri drejtësisë të ngritur në përgjithësi, pra. Ajo retorika e dikurshme për vijën e kuqe
që Edi Rama ka vizatuar dhe për te së cilës nuk do të shkel kur, qartazi tashmë është shkelur, por jo vetëm kaq, por dhe një retorike vazhdueshme, nëse mbani mend që me arrestimin e Erion Veliajt, sa i përket konfiskimit të telefonave, sa i përket pagave të gjyqtarëve dhe çështjes së paraburgimit. Pra janë gjitha, dhe them, është një sulm, siç e përmenda, i hapur tashmë që Edi Rama drejton nga sistemi i drejtësisë me qëllim delegitimimin e tij në sytë e publikut. Megjithatë, unë mendoj se të paktën në moment që flasim, legitimiteti i sistemit drejtësisë dhe i strukturës posaçme antikorrupsion nuk ka qenë kurrë më i lartë se sa kaq në vendin tonë. Dhe prandaj po e cilësoj edhe një herë këtë si një moment kyç të kësaj përplasjeje institucionale që do të përcaktoj se nga do anoj balanca, si thua, në perspektivën e Shqipërisë pra. Protestat e opozitës kundër korrupsionit dhe qeverisë kanë qenë të fragmentuara. Pse opozita dhe shoqëria civile nuk po arrin ta kthejnë pakënaqësi në një lëvizje të gjerë qytetare? Kjo është një pyetje shumë me vend, sepse për hir të së vërtetës, edhe në protestat që kemi organizuar ne si lëvizje bashkë, por edhe në protestat e partive tjera opozitare, nuk është dukur ose pjesëmarrja nuk ka qenë ajo që kemi shpresuar, si thua, sepse qartazi në këtë përplasje institucionale ka dy aktorë shumë të rëndësishëm. Një sigurisht që është reagimi i shoqërisë, që ne shpresojmë se duhet të dalë në mbështetje për atë sistemin drejtësisë, dhe faktori i dytë janë edhe ndërkombëtarët. Po sidoqoftë, duke ngelur te faktori i parë, duhet të them se deri në këtë moment besoj se publiku shqiptar ka ngelur disi në rolin e spektatorit të kësaj përplasje që po zhvillohet para syve të tij. Besoj se lidhet fort edhe me delegitimimin e Partisë Demokratike si një parti e cila do duhet paktën projektohej si ajo që do ta zëvendësonte Partinë Socialiste në pushtet, pra, ama delegitimimi i saj, i liderit saj dhe një pjesë të kastës së saj bëjnë që thua të shihet me mosbesim, themi, angazhimi social në për protesta dhe të lihet të lidhen gjitha shpresat me atë që do të realizojë sistemi i drejtësisë. Lëvizja Bashkë është përpjekur të sjellë një alternativë të majtë në politikën shqiptare. Një skenë të dominuar nga dy partitë e mëdha, sa hapësirë reale ka për një projekt të tillë? Ne mendojmë se ka një hapësirë jashtëzakonisht shumë të madhe, sepse nevojat e shoqërisë sot kërkojnë një sër masash të ndihmës sociale, të ndërhyrjes të përgjegjësisë së shtetit dhe në orientimin e ekonomisë dhe në ringjalljen e institucioneve publike, siç mund të jenë institucionet arsimore apo të shërbimit shëndetësor, por edhe një lloj, siç e thash, riorientimi të investimeve të kapitalit jo thjesht tek turizmi dhe tek industria e ndërtimit në mënyrë spekulative, që dim që ka shërbyer ndër vite si një, le të themi, lavatriçe e parave të pista, por edhe tek investimi pra drejt sektorit të prodhimit. Përtej kësaj, ne mendojmë se duhet një reformë e thellë sa i përket edhe sistemit pensioneve, sepse aktualisht jemi në një krizë demografike dhe rrjedhimisht skema e pensioneve me qeverinë aktuale duket se është e falimentuar, sado që të reklamohet sikur po jepet diçka më shumë pensionistëve. Por për më tepër vetëm mos gaboj 8% e familjeve sot mbahen me ndihmë sociale, ndërkohë që në Bashkimin Evropian shifra është diku te 20%, pra kështu ka një nevojë akute për ndërhyrje në mbështetje të shtresave në nevojë në rigjallërimin e institucioneve publike dhe në riorientimin e investimeve të kapitalit që ne besojmë fort se do të na çonte drejt një rruge që ndjekin, po themi, ose kanë ndjekur edhe vendet, le të themi, të Evropës Veriore, dhe që i shkon për shtat një vendi i cili synon të antarësohet në Bashkimin Evropian, dhe jo thjesht një lloj kapitalizmi i shfrenuar, një lloj neoliberalizmi i cili në thelb ka krijuar një pabarazit thellë në shoqërinë tonë mes një kaste
shumë të vogël oligarkësh që kanë përfituar pra nga marrëdhënia direkte me shtetin dhe pjesës dërmuese të shoqërisë që nuk i njihen as pak as të drejtat e pronësisë, as mundësia për të zhvilluar një aktivitet ekonomik apo për të zhvilluar pronën e vet. Pra, lidhur me aspektet e tjera që thash, mendoj se gjitha këto janë një sër masash që hyjnë brenda kontekstit të së-majtës, por që s'kan lidhje fare me Partinë Socialiste, pra si e majtë. Duke marrë shkas nga plagosja eliminatori pak ditë më parë, çfarë tregon ky rast për kushtet e punës dhe për mënyrën se si trajtohen sektorët më të vështirë të ekonomisë shqiptare? Po, ky është mendoj edhe si thua një aspekt që dallon lëvizjen bashkë nga partitë e tjera politike, pra rëndësia dhe theksi që i kemi dhënë nevojës për mirë përcaktimin e të drejtave në vendin e punës si një hap thelbësor për të pasur një shoqëri më të shëndosh dhe më demokratike në fund të ditës, sepse rasti ju përmendni i plagosjes minatorit është një rast që për fat keq përsëritet rëndom çdo 2-3 muaj kemi raste të tilla tragjike, pra të plagosjes, të gjymtimeve dhe shpesh herë edhe raste fataliteti, që dëshmojnë qartazi faktin që në Shqipëri kushtet e punës janë shumë të vështira, mjaft të rrezikshme dhe që rrjedhimisht edhe forca, si thua, krau i punës, por edhe i krau i puna e kraut dhe puna e mendjes shpesh herë zgjedhin të largohen jashtë Shqipërisë, pra, dhe çka çon edhe në krizën demografike që përmenda pak më parë. Jo vetëm çështja e minatorëve, por aktualisht kemi motoristët e shërbimit të shpërndarjes, pra të kompanisë Wolt, të cilët janë në një protestë për shkak se nuk kanë të drejtat bazike që përcakton kodi i punës, pra. Por do rikujtoja këtu për ta aktualizuar edhe rastin që ndodhi me kolegen tuaj, me gazetaren përballë kryeministrit me Ambrozia Metan, e cila u përjashtua nga ajo konferenca për shtyp dhe që sikur në vend të kishim një sindikat të fortë gazetarësh, atëherë do bënte që edhe qëndrimi i çdo gazetari të ishte një qëndrim më solidar, sepse do ta dinin se nga mbrapa kishin një sindikat e cila u ambronte të drejtat e tyre. Pra, kështu që një aspekt më të përgjithshëm do thoya që nevoja për sindikata është e jashtëzakonshme, domosdoshme tashmë në shoqërinë tonë dhe që pothuajse pak kush përveç lëvizjes bashkë e artikulon këtë qasje. Minatorët prej vitesh kanë kërkuar statusin e veçantë dhe mbrojtje sociale më të fortë. Pse sipas jush politika shqiptare nuk ka arritur ende ta zgjidhë këtë çështje? Po sepse janë një sër çështje sociale për të cilat politika shqiptare, ata që vinë në pushtet, shtiren sikur interesohen ose përpiqen ta zgjidhin, por që në momentin e parë pra që vinë në pushtet, edhe pse mund të artikulojnë nga pozita e opozitës, nuk e zgjidhin këtë gjë. Qasja, besoj unë, ka të bëjë me orientimin që ka marrë ndër vite politika shqiptare, mënyra se si shpenzohet buxheti i shtetit dhe fakti që i është dhënë jashtëzakonisht shumë prioritet, le të themi, këtyre që quhen investime të partneritetit publik-privat ose të koncesioneve dhe shumë më pak rëndësi nevojave akute sociale që ka shoqëria jonë. Një ndër to është edhe sigurisht statusi i minatorit, po mund të përmendja këtu minimum mjetik, po mund të përmendja statusin e naftëtarëve, e me radhë grupime ndryshme sociale të cilat në botën e qytetëruar, le të themi, evropiane, detyrimisht që ka një status të veçantë për hir të punës së vështirë që bëjnë ose kanë bërë në të shkuarën për shkak të dëmeve, si thua, shëndetësore që marrin mbi vete dhe që do duhet pra të trajtoheshin në një mënyrë të veçantë. Por deri në këtë moment s'ka ndodhur kjo gjë. Nëse pakënaqësia sociale do rritet nga çështjet si korrupsioni, çmimet apo gjitha kushtet e punës që ju përmendët pak më parë, a mendoni se Shqipëria po shkon drejt një faze protestash më të forta në muajt në vijim? Besoj se është e pashmangshme, sepse këtë gjë pam edhe në vitet 2021-2022 kur kishim rritjen e çmimit të naftës dhe rrjedhimisht rritjen e çmimit gjithë ushqimeve, por edhe sepse në vendin ton ndjenja e padrejtësisë sociale është shumë e theksuar. Çdo ta them me këtë që nëse në vendet fqinje ndërhyrja e shtetit
një farë mënyre e ruan çmimin e naftës në nivele të pranueshme për shoqërinë. Gjithmonë në Shqipëri perceptimi se nga çdo krizë globale dikush do përfitojë në Shqipëri, pra këta që janë oligarkët e naftës, importues të naftës, dhe që nga çdo krizë duan të nxjerrë një fitim shtesë në kurrizë të shoqërisë, pra është një ndjesi mjaft e theksuar në shoqërinë shqiptare dhe fakti që është reaguar në të shkuarën me njerëzit që dalin në rrugë dhe kërkojnë diçka që i prek drejt për së drejti në përditshmërinë e tyre, besoj se dhe shpresoj Xhanëm që të rikonfirmohet edhe në këtë rast. Sigurisht absolutisht do doja që të kishim rritje të çmimit të naftës dhe të produkteve, sigurisht do doja që të kishte një konflikt sot në Iran, megjithatë në kushtet ku jemi është vetëm shpresa tek reagimi masiv i shoqërisë në mënyrë që le të them kryeministri në pushtet të detyrohet, siç ndodhi edhe para disa vitesh, që të ndërhyjë dhe të mos avantazhoj përfitimin e një oligarku, por të siguroj, le të themi, një lloj mirëqenie minimale sociale.